Përshëndetje. Në këtë seancë do vazhdojmë të shpjegojmë Google Kalendar. Do shpjegojmë një funksionalitet të veçantë të Google Kalendar, siç është krijimi i formateve ose formave për të skeduluar takimet. Do i shohim hap pas hapi dhe do kuptojmë edhe më qartë se për çfarë bëhet fjalë. Ne kemi hapur Google Kalendarin dhe jemi në pjesën ku shikohen të gjitha datat, domethënë për pjesën javore, dhe kemi dhe kalendarin ton, që në këtë rast është kalendari personal, kalendari student dhe dy kalendar të cilët janë të afishuara në My Calendars. Atëherë, mund të klikojmë në Create, Appointment Schedule, dhe i vendosim një emërtim si formati ose kësaj forme që na mundëson që ne të pronotojmë ose të zgjedhim datat për një takim. E supozojmë konsult me student. Ky do jetë emërtimi. Përcaktojmë sa do zgjasi ky takim, në qoftë se mund të jetë 1 orë e gjysmë, 30 minuta, ose mund të bëni një custom që përcaktoni vetë orarin në të cilin do jetë ky takim. Më pas vazhdojmë disponueshmëria. Nga e hëna e supozojmë që fillojmë nga ora 9 deri në orën 1. Dhe i kopjojmë me këtë butonin, bëjmë të mundur që të kopjohet tek të gjithë opsionet e tjera. Domethënë nga ora 9 deri në orën 1 është orari kur bëhen konsulta për student. E supozojmë që hapim edhe për të shtunën. Me këtë opsionin i bëjmë të padisponueshëm këtë ditë, ose me këtë kryqin e hapim dhe e supozojmë që për ditën e shtunë punojmë deri në orën 11. Dhe më pas kemi mundësi që të përcaktojmë sa ditë by default ose automatikisht Google e përcakton që maksimumi i ditëve më përpara se mund të bëhet një pronotim është 60 ditë përpara, jo më shumë se kaq, ose mund ta përcaktoni, e supozojmë 20 ditë, dhe minimumi i kohës kur mund të bëhet një pronotim është 4 orë, e supozojmë që e vendosim 12 orë. Domethënë deri në 12 orë para se të bëhet një pronotim, ne kemi mundësi për të është afati i fundit, ndërsa afati më i hershëm është 20 ditë përpara ditës kur do vendosni për të bërë përcaktimin e takimit ose për zgjedhjen e takimit. Më pas përcaktojmë cili është maksimumi i takimeve për ditë. Supozojmë që mund të bëhen vetëm 4 student mund të takohen në ditë. E supozojmë që ndërmjet takimeve do ketë 30 minuta pushim, ose mund vendosim 15 minuta pushim, që domethënë mbaron njëri takim dhe fillon takimi tjetër, do jenë vetëm 15 minuta ndërmjet, që të bëhet një pauzë ose një pushim. Dhe maksimumi i studentave ose i takimeve që bëhen për ditë janë 4. Mund të krijojmë gjithashtu edhe si opsion që të lejojmë guests ose pjesëmarrësit që të ftojnë edhe persona të tjerë. Pastaj kemi kalendarin, ku mund të përzgjedhim dhe kalendarin student. Kalendari personal tashmë është i përzgjedhur dhe ky kalendar gjithmonë në fillim do kontrolloj kalendarin personal në qoftë se ju keni kohë të lirë, dhe më pas bëhet next. Ktu përcaktohet se si do bëhet ky takim. Do jetë një takim në person, do jetë një takim videokonferencë, do jetë një telefonat, ose mund të përcaktohet që ky takim mund të përcaktohet më vonë, pasi të jetë, e supozojmë që zgjedhim opsionin e fundit, pasi të jetë bërë pronotimi, mund të përcaktojmë se si mund ta zhvillojmë këtë pronotim, ose me opsionet më lartë përmes një telefonate, përmes takimit në person ose përmes një konferencë.
Pastaj mund të përshkruajmë një përshkrim të vogël, konsult me studentët për detyra dhe paqartësi. Për pjesën e pronotimit, kërkohet kur bëni një pronotim, do i kërkohet që ju të shënoni emër, mbiemër, adresë emailit, mund të shtoni edhe një numër telefoni, mund ta vendosni required si një informacion të detyrueshëm ose mund mos e përzgjidhni si required dhe e shtoni në informacionin që do i kërkohet në momentin që do bëhet pronotimi. Pastaj kemi reminderat ku dërgohet një email një ditë para takimit dhe 10 minuta para takimit ose ndoshta një orë para takimit, thjesht për të kujtuar që ka një takim që është pronotuar. Pastaj i bajmë save. Siç e shikoni, në kalendarin ton janë shfaqur të gjitha ditët kur janë disponueshëm kur janë të disponueshëm për konsulta me student. Neve mund ta bëjmë share këtë kalendar ose mund ta hapim. Share do thotë që kopjojmë një link dhe më pas ja ndajmë të tjerëve ose mund ta hapim booking të shohim se çfarë ka ndodhur. Siç e shikoni, këtu shikojmë që janë datat e disponueshmërisë për ditën e mërkurë. E heqim këtë dhe shohim datat nga ora 9 deri në 11:30, nga ora 9 dhe shikohet që ne kemi dhe 15 minuta që është orari ndërmjet takimeve dhe shikojmë që janë të konfiguruar edhe në pjesën e kalendarit personale. Supozojmë që ne do pronotojmë këtë takim në 11:30. Jep të drejtë adresat tona dhe është opsionale numri i telefonit. Ne supozojmë që personi e rezervon këtë dhe shikojmë që është rezervuar një konsult me studentat dhe është rezervuar, emaili është dërguar në këtë adresë emaili dhe është përcaktuar orari. Në momentin që vim në kalendarin personal të personit të cilët e ka krijuar këtë kalendar, e shohim që automatikisht është ndërtuar ose është pronotuar ky orar. Heqim këto. Siç e shikojmë, ne këtu nuk kemi për orën 9, sepse duke qenë se kemi vendosur 12 orë përpara, dhe për momentin është ky orar në cilën ne kemi në monitor, ora 9 nuk bëhet të disponueshme për pronotim, sepse duhet bëhet 12 orë përpara, ndërsa në ditën e të tjera, duke qenë se janë pas 12 orësh dhe ora 10:15 është pas 12 orësh, janë të disponueshëm për klikim ose për pronotim. Kjo duke qenë se kur i kemi krijuar këtë kalendar, ne kemi specifikuar që minimumi i kohës përpara se të bëhet pronotimi është 12 orë përpara ose 60 ditë që është dhe default. Siç e shikoni, kjo ka një përshkrim të thjeshtë, këtu mund bëhet edhe share, ku mund të kopjohet linku dhe mund të bashkëndahet me studentët e tjerë dhe ato mund të vazhdojnë që të pronotojnë përmes kalendarit tuaj. Ky është një formë dhe çdo pronotim që bëjnë studentët përmes këtij kalendari automatikisht shfaqet tek kalendari personal dhe çdo datë që është pronotuar, ajo shfaqet në kalendar, por në të njëjtën kohë bëhet i padisponueshëm për studentët e tjerë. Dhe në këtë mënyrë organizohen pronotimet përmes Google Kalendar, duke bërë më të thjeshtë pjesën e menaxhimit të takimeve në këtë rast midis mësuesit dhe studentit për konsulta dhe duke bërë shumë të thjeshtë dhe pjesën e grafikës ku është e klikueshme dhe kërkon një informacion të thjeshtë. Kjo është pjesa e ndërtimit të konsultës së studentit, në këtë rast një formë shumë e thjeshtë e ofruar nga paketa Google.